Legjislatura e nëntë e Kuvendit të Kosovës, e cila u shpërnda 2 ditë më parë, i ka kushtuar buxhetit të shtetit rreth 2 milion euro vetëm për para të deputetëve dhe stafit të tyre politik, pavarësisht se ligjvënësit nuk nxorën as edhe një vendim nga prilli deri në shpërndarje. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm për pagat e deputetëve nga 15 prilli deri në fund të tetorit janë shpenzuar 1,37 milion euro, ndërsa 571.000 euro të tjera kanë shkuar për pagat e asistentëve të tyre politik. Gjatë kësaj periudhe, legjislatura e shpërndarë ka mbajtur vetëm një seancë konstituive, 2 seanca për zgjedhjen e qeverisë dhe një seancë të jashtëzakonshme. Në asnjërin nga to nuk është miratuar ndonjë vendim. Megjithatë, deputetët do të marrin pagë edhe për 20 ditët e mbetura të nëntorit, shpenzim që ende figuron në raportin financiar të Kuvendit, raporton RTK-ja. Ligji për detyrat dhe përgjegjësitë e deputetëve parasheh dhe beneficione të tjera. Neni 16 garanton kompensim kalimtar, që do të thotë se secili deputet nga dita e përfundimit të mandatit ka të drejtë të marrë pagë bazë prej 1.914 eurosh për 12 muaj, që i bie që buxhetit të shtetit një deputet i kushtoi 22.968 euro në vit. Kjo pagë ndalet vetëm nëse ish deputeti fillon të punojë apo del në pension, në rast se nuk përfitojnë të hyra të tjera. 120 deputet sa i ka Kuvendi, buxheti të shtetit do t'i kushtojë rreth 3 milion euro, pa përfshirë asistentët dhe benefitet e tjera.